Mirëmbrëma të gjithëve, ju uroj mirëseardhje. Në edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion prezantojmë për ju sot ngjarjet e zhvillimit të ditës përgatitur nga redaksia e informacionit e nisim me titujt kryesor. Qeveria pritet të rikthejë subvencionimin e karburantit për transportin publik me 100 lekë për litër për të përballuar rritjen e çmimeve. Diskutimet mes operatorëve të sektorit dhe qeverisë për riaktivizimin e VKM-s të vitit 2022 gjatë krizës së shkaktuar nga nisja e luftës në Ukrainë i konfirmoi edhe ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, duke sqaruar se bisedimet janë në fillimin e tyre. Operatorët e transportit paralajmërojnë reduktim ose pezullim të aktivitetit nëse masa nuk miratohet në kohë. Në bursë nafta bie në $101 për fuqi. Irani ka kërkuar një armëpushim sipas presidentit amerikan Donald Trump, por thekson se ajo do të vlerësohet vetëm nëse Teherani do të lirojë kanalin e Hormuzit. Në përgjigje indirekte, Khamenei udhëzon mbajtjen e Hormuzit të mbyllur. Britania e Madhe organizon nesër një takim virtual me 35 vende për diskutuar një plan konkret për hapjen e Hormuzit në rast të përfundimit të luftimeve në lindjen e mesme. Trump paralajmëron aleatët që nuk e mbështeten se po shqyrton seriozisht tërheqjen e SBA-s nga NATO. Dy demokratë durësi të përjashtuar nga partia me firmë të Flamur-Nokës dhe urdhër të Sali Berishës barkuan në Selim Blu në krah të 10 mbështetësve për të rrëzuar pretendimet e lidershipit të PD se kanë punuar për Partinë Socialiste. Dritan Burgia dhe Arlind Boshku thanë se me përjashtimet është shkelur statuti i partisë dhe se arsyeja e vërtet është pjesëmarrja në foltoret e Salianit. Ata folën për mbështetje të kreu demokrat për dekada me radhë dhe thanë se demokrat s'të bën Berisha dhe Noka, por kontributi në parti. Instanca e tretë e gjyqit për çështjen Veliaj nuk u zhvillua. Këtë rast shkaku bë mungesa avokatit kryesisht të një prej të pandehurve që prokurorin e SPA Kolstado është një strategji për të zbaritur procesin. Kur avokati Veliajt Karen Dreca pretendoi se prokuroria e posaçme punëziton sepse do që të bëjë proces pa rregull. Sipas tij shkak i shtyries nuk është Veliaj dhe se ai do të paraqitet në gjyq kur të lexojë dosjen me një volum gjigant prej 60.000 faqesh. Në pritje të faljes borxheve, por edhe të konfuzionit të krijuar vitin e kaluar për zbatimin e paqes fiskale, bizneset i shtuan edhe më shumë detyrimet e papaguara. Shifrat e drejtorisë të tatimeve tregojnë se vitin e kaluar borxhet tatimore të bizneseve u rritën me 19.6% ndaj 2024-s, duke shkuar në një total prej rreth 1.9 miliard euro. Në rritje me 19 milion euro edhe borxhi për sigurimet e papaguara, të cilat kapin një shifër totale prej 263 milion eurosh në fund të 2025-s. 2 vite nga emërimi si drejtori i përgjithshëm i burgjeve është liruar sot nga detyra aktivist qose me vendimin e fundit të qeverisë. Postën e kreut të ri të burgjeve merr Adriatik Kupi, i cili më herët ka qenë drejtori i OSHE-s. Ai është drejtori 9 që nga viti 2013 në këtë institucion gjatë qeverisjes socialiste. Italia mbetet për herë të tretë radhës jashtë kampionatit botëror dhe kjo po përjetohet si një tragjedi. Tifozët dhe mediat kërkojnë largimin e drejtuesve të federatës pasi Bosnia-Hercegovina i eliminoi me penalti. Drejt largimit trajneri Gattuso dhe ndihmësi Buffon. Kritikave nuk u kanë shpëtuar as lojtarët nga Europa, përfaqësuesit e tjera që pren biletën e botërorit janë Suedia, Turqia dhe Çekia. Kosova ishte shumë pranë ëndrrës së botërorit, por u mund nga Turqia. Ndalemi më gjërësisht, qeveria pritet të rikthejë subvencionimin e karburantit për transportin publik me të paktën 100 lekë për litër për të përballuar rritjen e çmimeve. Përfaqësuesit e shoqatës së transportit thanë sot se ky ishte premtimi që ata kishin marrë pas një takimi me ministrat e ekonomisë dhe infrastrukturës. Pa një ndërhyrje të tillë, operatorët e sektorit paralajmërojnë reduktim ose pezullim të aktivitetit. Ndërhyrja e qeverisë përmes një bordi synon vetëm parandalimin e abuzimeve, por nuk shmang peshën që çmimet e rritura të karburantit kanë mbi kostot në sektor të ndryshëm. Transporti është ndër më të prekurit në mënyrë të drejtë për drejtë. Dy ministrat e qeverisë Delina Ibrahima i ekonomisë dhe Enea Karakaçi i infrastrukturës u takuan sot me përfaqësues të shoqatës së transportit. Sipas këtyre të fundit, premtimi është për riaktivizimin e një skeme që qeveria aplikoi gjatë krizës së luftës në Ukrainë. Skema e vitit 2022 parashikonte një kompensim për 100 lekësh për litër karburanti për linjat qytetase dhe ndërqytetase.
me mbledhjen e parë të qeverisë na u premtua se do të diskutohet dhe miratohet, ndoshta vlera mbetet për të diskutuar, ndoshta mund të jetë edhe më shumë për shkak të rritjes të vazhdueshme të çmimit të karburantit. Ai sqaroi gjithashtu se nëse miratohet, skema mund të ketë efekt prapaveprues, duke përfshirë edhe karburantin e konsumuar gjatë këtij muaji. Në rast se miratohet, mund të merret parasysh dhe litrat e karburantit të muajit mars. Me nisjen e konflikteve në lindjen e mesme, siç shprehen përfaqësuesit e operatorëve të transportit, nafta është shtrentuar me afro 70 lek. Fatura e fundit që çmimi i karburantit ka qenë në çmime normale ka qenë 145 lek për litër. Aktualisht, sot që ne flasim, është 210 lek. Krahas çmimit të rritjes së karburantit kemi edhe rritjen e çmimeve të produkteve të cilat këto mjete marrin pjesët për amortizimin e tyre. Pra është rritur me rreth 25-30% për shkak të rritjes së transportit të importit të këtyre mallrave. Nëse nuk do të zbatohet, operatorët e transportit paralajmërojnë se do arrin në reduktimin e mjeteve, më pas nëse përsëri nuk do të ketë një lloj reagimi, ndoshta edhe në një kapitullim apo mbyllje të autobusave. Megjithatë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi nuk u shpreh me të njëjtin entuziazëm në lidhje me këtë takim. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh që çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera që na bëri shoqata e transportit. E kemi lënë për të ulur përsëri me to në ditët në vijim. Ndërkohë, është paralajmëruar një tjetër takim me përfaqësuesit e qeverisë dhe shoqatës së transportit për të martën e ardhshme. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama ka folur sërish për rritjen e çmimeve të karburanteve në vend, në një takim që pati me Asamblenë e Partisë Socialiste në njësi nr. 4 në kryeqytet. Rama tha se në Shqipëri ka një sasi të madhe nafte ilegale dhe se krijimi një kompanie shtetërore për naftën jo vetëm do të furnizojë tregun, por do të ndalojë edhe abuzimet. Ne do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike për të garantuar që qytetarët nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Kemi pasur një naftë që ngjyrohej, markohej si quhet, që vendoset një komponent kimik për të identifikuar naftën që hyn në mënyrë legale dhe jo kontraband. Boj që holloj kollaj apo sajoj kollaj. Tani, me kompaninë publike që kemi krijuar, do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh tjetër ngjyrus që është i pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Tjetra që ndodh me naftën është quajtur naftë tranzit, që hyn në Shqipëri për të shkuar në vendet që janë në kufi toksor me Shqipërinë dhe që pastaj një pjesë e saj mbetet në Shqipëri në mënyrë ilegale. Edhe për këtë kemi një produkt me po të njëjtën kompani, që është kompani e shtetit shqiptar, dhe duam që kompania publike të arrijë në pikën që të jetë furnizues në tren, të përcaktojë rregullat e lojës duke imponuar jo një çmim arbitrar që ta vendosë qeveria, por një çmim që është çmim real i bazuar tek bursa dhe patjetër që i jep mundësi distributorëve të fitojnë, por jo të stërfitojnë. Vijim në vend, ambasada amerikane ngre me shqetësim mundësinë e sulmeve nga grupe të lidhura me Iranin në Shqipëri. Përmes një paralajmërimi në faqen zyrtare, ambasada njofton shtetasit amerikan që jetojnë në Shqipëri të kenë kujdes pasi këto grupe mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vendet të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, shkruhet në njoftimin paralajmërues të ambasadës amerikane në vendin tonë.
Flasim për opozitën, 2 demokratë të Durrësit të përjashtuar nga partia me firmë të Flamur Nokës dhe urdhër të Sali Berishës zbarkuan sot në Selim Blu në krah të 10 mbështetësve për të rrëzuar pretendimet e lidershipit të PD-s se kanë punuar për Partinë Socialiste. Dritan Burgia dhe Arlind Boshku thanë se arsyeja e vërtetë është mbështetja e tyre ndaj Ervin Salianit. Demokratë sipas tyre nuk të bën as Berisha dhe as Noka, por kontributi i 10 vjeçar në parti. Demokratët e përjashtuar nga Sali Berisha nga grupi këshilltarëve të PD në Këshillin Bashkiak të Durrësit, Dritan Burgia dhe Arlind Boshku zbarkuan në selinë e PD këtë të mërkur për të ankimuar përjashtimin, akt pa asnjë bazë statutore sipas tyre dhe për të kërkuar ballafaqim me kryedemokratin. Bashkë me ta edhe 10 anëtar të PD-s të Durrësit që kundërshtojnë vendimin për përjashtimin e kolegëve të tyre. Në mungesë të ballafaqimit me Sali Berishën, i cili injoroi thirrjet porzyrës së tij, Burgia rrëzoi pretendimet e PD se ka punuar për kandidatët e PS-s më 11 maj apo se ka patur përfitime personale. I bëm një ftesë zot Berisha që të ngjitemi të gjithë lart aty dhe të na vend dieni se për çka ka arrit të bëj këtë akt përjashtimi. Në daljen e fundit të tij ka thënë që kemi votuar buxhetin e zonjës Sako atje në Bashkinë e Durrësit. Ja ku e keni këtu për mediat qëndrimin tim, proces verbalet e bashkisë, qëndrimin tim në votimin për buxhetin e Bashkisë Durrës. Do dalin fiasko me mu, sepse nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nokës, jam demokrat dem babadem me breza. Përjashtimi për ta e ka arsye nxehtë tek mbështetja që i dhan Ervin Salianit. Një hamëndësimi joni është edhe bashkimi jon në foltorin e Salianit Durrës. Foltoria që në fakt i bëri shumë mirë Partisë Demokratike se i vuri gjithë në lëvizje. Edhe të gjithë jeni dëshmitar që pas foltorit të Salianit Durrës u vu partia në lëvizje, filluan dalin deputetët që i thonin leadershipit këtu që nuk na vinë njerëzit. Ne i tregum atyre leadershipit këtu që njerëzit janë aty dhe nuk është e vërtet që nuk vinë, por nuk ju vinë juve. Mbështetje që me sa duket shtrihet përtej 2 këshilltarëve bashkiak. 33 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për të gare barabartë. Sot mbështet Salianin. Sali Berisha jo vetëm që nuk i priti në takim, por një koment mbi ardhjen e demokratëve të Durrësit në Seli e shmangu edhe në fjalën e tij para mediave, nisje të mbledhjes së grupit parlamentar. Për të kompensuar këto përjashtime, vetmja porosi që kishte ishin antarësimet e reja në parti, që në klimën e përplasjeve në prag të luftës për karike duket gjithnjë e më e vështirë. Duhet të kontriboni me të gjithë mundësitë tuaja për antarësime të reja. Seanca e tretë e gjyqit ndaj Erion Veliajt nuk u zhvillua sot. Këtë rast shkaku bë mungesa e avokatit kryesisht të një prej të pandehurve. Kryebashkiaku i Tiranës u përfaqësua nga Plaren Dreca dhe njoftoi gjykatën se do të paraqitet në seancë vetëm kur të përfundojë së lexuari dosjen ndaj tij, të cilën e mori në qeli një vit pas arrestimit. 8 muajt e seancës paraprake dhe shtyrje 3 herë të gjyqit në themel, prokurori posaçëm Olzdado i quan strategjitë kryebashkiakut Veliaj për të zvarritur procesin. Përgjigjen ja dha avokati Plaren Dreca. Lidhja që bën prokurori, mendoj me mbrojtjen e zot Veliaj, mendoj që është një lidhje emocionale, e cila nuk, siç e thash, nuk ka përputhje me rolin e prokurorit të Republikës së Shqipërisë. Ky nxitimi më shumë tregon se sa qëllim për të bërë një proces ekonomik, pra një ekonomi gjyqësore, tregon një qëllim i cili do që bëhet një proces i parrregullligjor dhe në mënyrë që gjyqtarët mos ta shohin të vërtetën ashtu siç në fakt është. Avokati Veliajt tha se vetëm një ditë më parë, të martën, mbrojtjes i është vënë në dispozicion aktet e seancës paraprake, ku vetëm kërkesa për gjykim e prokurorisë është rreth 565 faqe, ku referohen 1078 prova dhe 190 dëshmitar. Kryebashkiaku Erion Veliaj mungoi në seancën e kësaj të mërkure dhe e njoftoi gjykatën me deklarat për të përfaqësuar nga Plaren Dreca. Vetë tha se do të marrë pjesë në gjyq vetëm kur të përfundojë së lexuari dosjen 60.000 faqe që ju dërgua në qelinë e paraburgimit në Durrës rreth një muaj më parë, një vit pas arrestimit. Zot Veliaj është i vendosur për të mbrojtur çështjen e tij, për
nxjerrë të vërtetën para qytetarëve të cilët e kanë votuar për 3 mandate me radhë. Treshja gjykuese e shtyu seancën për shkak se mungoi Artan Simoni, avokati i caktuar kryesisht i të pandehurit Fatjon Baci, polici të burgut të Durrësit, i cili akuzohet se i dha telefonin e tij kryebashkiakut Veliaj gjatë një shoqërimi për në GKK. Avokati kishte paraqitur në gjykat një raport mjekësor se deri në datën 4 prill nuk është në gjendje për të qenë i pranishëm. Në këto kushte, gjykata i caktoi një tjetër avokat të pandehurit, Pranvera Doçi, dhe urdhëroi që në seancën e ardhshme të shoqërohet edhe vetë efektivi i burgjeve. Gjyqtarja vendosi po ashtu që deri më 3 prill, kur u caktua të mbahet seanca radhës, kryebashkiakut të Tiranës dhe biznesmenit të pandehur Elman Abule ti pezullohen afatet e paraburgimit. Ata janë të vetmit nga 30 të pandehur përfshirë shoqërit me masa sigurie, Veliaja rres në burg dhe Abule në shtëpi. Sërish me drejtësinë, 7 muaj pas cilaqeri në burgun 313 në Tiranë, ish kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro, i dënuar për shpërdorim detyre dhe mosdeklarim pasurie, rikthehej sërish në qeli, pasi nuk ka shlyer edhe 6 muaj e 10 ditë burg të dënimit. Apeli i GKK-s vendosi më 25 mars dënimin e Goros me 2 vite burg, që me gjykim të shkurtuar zbriti në 1 vit e 4 muaj. Ish kryebashkiaku i Himarës Jorgo Goro mësohet se është paraqitur mbrëmjen e së martës në komisariatin e Vlorës, ku është bërë edhe ekzekutimi i vendimit për masën arrest në burg. Reportëve mëson se drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk është vënë ende në dieni për ekzekutimin e vendimit, ndërsa me të mbërritur njoftimi, pritet që burgjet të vendosin në cilin institucion Goro do të vuajë dënimin dhe do të merren masa për transferimin e tij. Ish kryebashkiaku vijon ende të qëndrojë në ambientet e komisariatit të Vlorës. Pavarësisht vetë dorëzimit, më herët mbrojtja Jorgo Goros depozitoi një kërkesë për revokimin e urdhrit të ekzekutimit me argumentin se dënimi është shlyer përmes kohës së paraburgimit. Jorgo Goro u lirua nga burgu 12 gushtin e vitit të kaluar pasi vuajti 17 muaj në qeli prej dënimit të dhënë fillimisht nga shkalla e parë e GKK-s. Vendimi i apelit të gjykatës së posaçme lidhet me çështjen e tjetërsimit të një prone në zonën e Livadhes në Himar, për të cilën Goro ishte dënuar edhe në shkallën e parë nga GKK, më 30 korrik 2025 me 2 vite burg. Ndërkohë më herët ai kishte vuajtur 17 muaj burg nga një tjetër dënim lidhur me tjetërsimin e 10.000 metrave katror tokë në Gjilek të Himarës, nga i cili përfitoi ulje për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar dhe u lirua. Qeveria do të paguajë sigurimet shoqërore për prindërit që kujdesen për fëmijët me aftësi të veçanta. Nga njësia numër 4 ku zhvilloi një takim me banorët, kryeministri Rama tha se kjo kategori nuk mund të mbesë pa pension dhe se sigurimet do të paguhen nga shteti. Po ashtu pritet edhe dyfishimi i shpërblimit për nënat që kujdesen për fëmijët me aftësi ndryshe. Kjo ndihmë do të hyjë në fuqi në muajin qershor përmes një akti normativ. Kujdestarët, prindër të fëmijëve me aftësi të veçanta, dhe që janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi, të kujdesen për fëmijën, nuk mundet dot që për këtë shkak të penalizohen dhe të mbeten pa pension nesër. Kështu që do t'ja u paguaj shteti sigurimet shoqërore. Dhe kjo do të fillojë nga akti i ardhshëm normativ i qershorit. Do ta realizojmë edhe dyfishimin e shpërblimit për prindrit e fëmijëve me aftësi të veçanta. Qeveria miratoi një rregullore i cila parashikon kontrollin e investimeve të huaja nga shtete jo anëtare të Bashkimit Evropian me fokus sektorin e medias dhe mbrojtjes. Ministri e Ekonomisë Derina Ibrahimaj tha se investimet e huaja do të kontrollohen nga një bord fillimisht në disa sektor me rëndësi kritike për sigurinë kombëtare. Qeveria do të kontrollojë dhe hetojë investimet e huaja direkte të cilat do të bëhen në sektor me rëndësi kritike për sigurinë kombëtare, siç janë media dhe fusha e mbrojtjes. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri e Ekonomisë Derina Ibrahimaj tha se rregulloria e miratuar është në linjë me procesin e integrimit evropian. Nëpërmjet aktit që sapo miratua dhe nëpërmjet një mekanizmi të një bordi të drejtuar nga Ministri i Ekonomisë, një bord ndërministror, ne do të shqyrtojmë të gjithë investimet të cilat vijnë nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian, fillimisht në 2 fusha, në fushën e medias dhe në fushën e mbrojtjes.
Fokusi kryesor i rregullores do të jetë kontrolli i investimeve të huaja në fushën e medias me qëllim që të shmangen fushatat e dezinformimit apo ndikimet keqdashëse nga shtetet e huaja. Gjithashtu qeveria ka miratuar edhe një projekt ligj për nënshkrimin elektronik që sipas ministres i hap rrugën eliminimit të firmave fizike të administratës. Me miratimin e këtij ligji dhe me hyrjen në fuqi të tij, ne mund të themi se në një kohë afatmesme por të shkurtër, do të eliminojmë të gjithë dokumentat shkresore dhe të gjithë firmat shkresore dhe administrata shqiptare do të mund të punojë paperless. Vendimi i tretë i miratuar në qeveri me propozim të Ministrisë së Ekonomisë është për t'i dhënë rreth 100 milion lekë AIDAS për mbështetjen e sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Ish kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zançaj, e cila mori postin e antares të Këshillit Mbikëqyrës në Bankën e Shqipërisë, është emëruar zëvendës guvernatore e parë. Vendimi për emërimin e Zançajt si zëvendës guvernatore është marrë në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës të kësaj të mërkure me propozim të guvernatorit Gent Sejko. Deri në fund të vitit 2025, këtë post e ka mbajtur Lulita Mingjozi, e cila tashmë nuk është më pjesë e Këshillit Mbikëqyrës. Këshilli ka miratuar edhe raportin e stabilitetit financiar për 6 mujorin e dytë 2025, ku është vlerësuar pozitivisht ecuria ekonomike e vendit. Bizneset shqiptare nuk paguajnë sigurimet për punonjësit, duke hapur një grup të madhe edhe më të thellë në skemën e pensioneve. Drejtoria e tatimeve thotë se vjet bizneset nuk paguan 263 milion euro sigurime shoqërore dhe shëndetësore, ose rreth 19 milion euro më shumë se në vitin 2024. Aksionet kundër informalitetit me fokus në tregun e punës nuk kanë dhënë rezultat, pasi bizneset vijojnë të shtojnë abuzimet, duke mos paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të punonjësve. Raporti i fundit i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve tregon se në fund të vitit 2025, totali i detyrimeve të papaguara për sigurime shoqërore arriti në rreth 26.3 miliard lek ose 263 milion euro në rritje në raport me vitin 2024, kur ky tregues ishte 24.4 miliard lek ose rreth 244 milion euro. Edhe pse tregu aktualisht ndodhet mes krizës së punonjësve, sjellja e bizneseve nuk ndryshon, herë duke nëndeklaruar pagat e shpesh duke mos u paguar fare sigurimet në shkelje të ligjit. Afati ligjor për të kryer pagesat është brenda datës 20 të muajit ose pas përfundimit të çdo 3 mujori kalendarik. Mungesa e sigurimeve, përveç se i privon qytetarët nga shërbimet shëndetësore falas, nga ana tjetër ka ndikim direkt negativ edhe në vlerën e pensionit. Për të përfituar pension duhet të kesh minimalisht 15 vite të siguruara, ndërsa për ta marrë atë të plot duhet të kesh 39 vite punë këtë vit, ndërsa vitet e sigurimit do të rriten gradualisht deri në 40 vite punë brenda 2029-s. Por për shkak të mungesës së pagesës së sigurimeve, ulen automatikisht vitet e punës, ndaj edhe sot mbi 50% e pensionistëve marrin pagesë të pjesshme. Për të frenuar këtë fenomen, administrata tatimore ka nisur aksion kundër informalitetit në disa sektorë të ekonomisë, nga turizmi, ndërtimi e së fundmi shërbimet spitalore, ku janë caktuar edhe paga dysheme, por raportet tregojnë se fenomeni i evazionit në paga e sigurime nuk po ndalet. Fshirja e borxheve dhe paqja fiskale me bizneset ende nuk është vënë zbatim, pasi nuk janë miratuar aktet në ligjore dhe Ministria e Financave thotë se po diskuton me ndërkombëtarët. Në pritje të zbatimit të ligjit, bizneset nga ana tjetër i kanë rritur borxhet tatimore gjatë vitit kaluar me rreth 320 milion euro. Në pritje të faljes së borxheve, por edhe të konfuzionit që u krijua vjet me zbatimin e paqes fiskale, bizneset i shtuan edhe më shumë detyrimet e papaguara. Shifrat e Drejtorisë së Tatimeve tregojnë se gjatë vitit të kaluar borxhet tatimore të bizneseve u rritën me 19.6% krahasuar me vitin 2024. Totali i detyrimeve arriti në 194.4 miliard lek ose rreth 1.9 miliard euro, me rritje prej gati 320 milion euro krahasuar me vitin paraardhës. Borxhet më të mëdha bizneset i kanë për mos pagimin e tatimit të mbifitimin, ndjekur më pas nga TVSH-ja, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, e mëtej tatimi i mbi të ardhurat personale dhe diva.
Ndërkohë nga totali për 1.9 miliard euro, vetëm 60% është borxh, pasi pjesa tjetër prej 40% janë gjoba dhe kamat vonesa. Në raport evidentohet edhe një tjetër problematik, pasi 66% e borxhit, ose rreth 127 miliard lek, e kanë bizneset që e kanë mbyllur aktivitetin e tyre, ndërsa pjesa tjetër prej 34% është në subjekte aktive. Sa i takon vjetërsisë së detyrimeve të papaguara, 60.4% e tyre janë mbi 5 vjeçare, thuhet në raport, ndërsa rreth 20% e borxhit është krijuar vetëm gjatë vitit të kaluar. Për shkak të vlerës së madhe të borxheve, qeveria miratoi si pjesë të paketës fiskale në vitin 2025 ligjin për fshirjen e borxheve tatimore dhe doganore të krijuara deri në fund të 2014-s plotësisht dhe falje me këste për borxhet e krijuara nga 2015 deri në 2024. Ky ligj, i cili do të jetë në fuqi vetëm për këtë vit, parashikon të prek 2.1 miliard euro borxhe në total. Por ky ligj i faljes së borxheve, njësoj si edhe paqja fiskale, e cila parashikon bërjen e një marrëveshje për të caktuar fitimin e bizneseve, ende nuk janë të zbatueshëm, edhe pse kanë hyrë në fuqi në janar të këtij viti, për shkak se nuk janë plotësuar me aktet nënligjore. Ministri i Financave deklaroi më 30 mars se aktet janë dërguar për opinion tek ndërkombëtarët për shkak të kritikave që ata kanë pasur për këto dy ligje dhe pasi të marrin përgjigje, do të nisin zbatimin. Në momentin që do të marrim përgjigje nga partnerët tanë ndërkombëtar, do të vijojmë menjëherë me publikimin e tyre dhe pa diskutim implementimin e plot të ligjit, qoftë për paqen fiskale, qoftë për faljen e detyrimeve tatimore dhe doganore. Muaji prill ka nisur me vlerat më të ulta të këmbimit të euros me lekun sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 1 euro sot këmbehet mesatarisht me 95.8 lek, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Shkaku kryesor i kësaj rënje, sipas ekspertëve, është goditja e tregjeve të huaja prej luftës që bëa Izrael ndaj Iranit. Ky konflikt ka bërë që një pjesë e investitorëve të orientohen drejt titujve të borxhit dhe instrumenteve financiare në dollar. Nga ana tjetër në rënje e nis muajin edhe dollari amerikan, i cili po këmbehet me 82 lek. Kursi i këmbimit po sfidon edhe vetë Bankën e Shqipërisë, e cila pavarësisht se vitin e kaluar bleu më shumë se 1 miliard euro në tregun valutor, nuk arriti të frenojë rënien e monedës europiane. Të tjera informacione me njërë pas një hapësire të shkurtër publicitare, mos u largoni, rikthehemi pas pak. U rikthehemi edicionin qendror të lajmeve live në Report Televizion me të tjera informacione në vijim me kronikën. Prokuroria e Tiranës thotë se ka të dokumentuar me prova se ish drejtuesi i AMP-s Artjol Saliasi dhe drejtori i financës Gëzim Sala anashkaluan me vetë dije të plot ligjin për të punuar agentin Muçi Shaljani, i cili u vra në atentatin e Rinasit 11 nëntorin e vitit 2025 bashkë me Gilman Dodanin, antari i grupit të Shullasit. Punësimi i agentit të dyshuar të lidhur me krimin u bë në një kohë të shpejtë, pas një verifikim dhe duke u paguar pa shkuar asnjë ditë në punë. Ish drejtori përgjithshëm i komanduar i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Artjol Saliasi ka biseduar me drejtorin e financës dhe shërbimeve mbështetëse Gëzim Sala për punësimin e agentit Muçi Shaljani. Të dy sipas prokurorisë së Tiranës qëllimisht nuk ndoqën asnjë procedurë ligjore dhe futën në strukturën e mbikëqyrjes policore Shaljanin pa verifikim real dhe me dokumentacion të dyshimt. Prokuroria e Tiranës thotë se ka të faktuar me prova ndërveprimin mes kreut AMP-s në atë kohë dhe vartësit të tij, të cilët janë vënë në akuzë për shpërdorim detyre dhe po hetohen pa mas sigurie. Në momentet e para të paraqitjes së kërkesës së Shaljanit për punësim në AMP, dy drejtuesit kanë biseduar me njëri tjetrin në rastin e tij, duke kërkuar mënyra të anashkalimit të ligjit, ku janë përcaktuar qartë fazat e punësimit, duke filluar nga shpallja e vendeve vakante, krijimi i komisionit për vlerësimin e kandidaturës, testimet, verifikimet përfundimtare, vlerësimin e dokumentacionit të dorëzuar nga aplikanti deri në nënshkrimin e urdhrit të punësimit.
Por Prokuroria e Tiranës, e cila dërgoi dosjen në gjykatën e Tiranës për kalimin e gjyq, thotë se asnjë prej këtyre fazave nuk është aplikuar dhe për të justifikuar me letra punësimin e agentit të lidhur me krimin, dy drejtuesit në AMP e argumentuan për nevoja emergjente, edhe pse sipas akuzës nuk dokumentohet që institucioni të kishte një emergjencë të tillë për punonjës. Më 9 shtator të vitit 2025, Muçi Shaljani paraqiti zyrtarisht kërkesën për të punësuar në AMP. Më 16 shtator, vetëm 4 ditë punë më pas, pafundjavat, ai u punësua. Nga shtatori deri më 11 nëntor 2025, ajo është paguar me pagë të plot, pa u paraqitur asnjëherë në punë apo zhvilluar ndonjë detyrë. 40 vjeçari Muçi Shaljani humbi jetën më 15 nëntor 2025, disa ditë pas atentatit të bujshëm në rreth rrotullimin e Rinasit. Ai drejtonte makinën dhe ndodhej me Gilma Dodanin, krau i djathtë Emiliano Shullazit, i cili mbeti i vrarë në vend. Pas 2 viteve në krye të burgjeve, qeveria liroi nga detyra drejtorin e përgjithshëm Klevis Qoste duke emëruar në vend të tij Adriatik Kupin. Ai është drejtori i 9 që nga viti 2013 në këtë institucion gjatë qeverisjes socialiste. Në mars të vitit 2024, Klevis Qoste u emërua në krye të drejtorisë së burgjeve pas largimit të Admira Bris. Ai u emërua në një periudhë kur Ministria e Drejtësisë drejtohej nga Ulsi Manja. Më herët kishte mbajtur funksione brenda sistemit të burgjeve si drejtori i shërbimit të provës dhe i kontrollit të brendshëm. Me vendimin e kësaj të mërkure, qeveria e liroi nga detyra dhe në fund të tij emëroi Adriatik Kupin. Drejtori i ri vjen nga administrata publike. Ai ka mbajtur më herët postin e drejtorit të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë. Ka qenë administratori i njësisë administrative në Petrel të Tiranës, si dhe drejtori i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Ndryshimet në krye të drejtorisë së burgjeve vijnë pas emërimit të Toni Gogut si ministri i drejtësisë, pas largimit nga ky post të Besfort Lamallarit, që prej vitit 2013 deri më sot drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka ndryshuar 9 drejtues. Drejtori më i gjatë në detyrë mbetet Artur Zoto, i cili drejtoi institucionin për 2 vite 9 muaj. Ai u arrestua në vitin 2017 për korrupsion dhe shpërdorim detyre, por më pas u shpalli pafajshëm nga gjykata e apelit për krime të rënda. Pas tij, drejtimi i burgjeve u besua Miklovan Kopanit për rreth 10 muaj për të pasuar nga Arjan Hoxha, i cili rezulton drejtori me jetëgjatësinë më të shkurtër, vetëm 2 muaj në detyrë, i emëruar pas marrëveshjes Bashar Rama në 2017. Më 20 korrik 2017 në krye të burgjeve u emërua ish deputeti socialist Arben Çuko, i cili qëndroi në detyrë për 1 vit e 1 muaj dhe ai u arrestua për korrupsion e më pas u shpalli pafajshëm. Në shtator të vitit 2018, drejtimi i burgjeve u besua Stefan Çipës, i cili qëndroi në këtë post për afro 1 vit. Më pas në shkurt 2019, u emërua Agim Ismaili, i cili vinte nga drejtimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe qëndroi në detyrë deri në dhjetor të vitit 2021. Pas tij, drejtimin e mori Admir Abria, i cili qëndroi për më shumë se 2 vite deri në mars të vitit 2024. Largimi i tij erdhi pa kohë pas ngjarjes së rëndë në burgun e Peqinit, ku u vra brenda institucionit të dënuar Arben Lleshi. Një 14 vjeçar i cili ngiste pa patent makinën e mamas së tij përpaksa nuk shkaktoi tragjedi mbrëmjes martës në qytetin e Vlorës. Ai nuk ju bind patrullës, madje goditi qëllimisht makinën e policisë duke e plagosur 2 efektiv. Rreth mesnatës, një 14 vjeçar që drejtonte makinën e nënës së tij pa patent nuk ju bind urdhrit të policisë dhe mori arratin nga zona e Çoles deri tek bulevardi Ismail Qemali. Në sedilin e parë ishte shoku i tij po i mitur. Patrulla e pikasi duke lëvizur me shpejtësi, por i mituri nuk ju bind urdhrit për ndalim dhe tentoi të godiste efektivet. Vazhdoi arratin derisa përpara i doli një tjetër makinë policie, të cilën e goditi dhe e përmbysi në rrugë. Pikërisht në këtë mjet mbetën të lënduar 2 efektiv. Gjatë arratisë prej disa minutash, 14 vjeçari përplasi dhe makinat të tjera të parkuara në anë të rrugës. Në fund, makina Golf 4, që ai drejtonte, u përplas me murin rrethues dhe i mituri tentoi të largohej me vrap, por u prangos nga policia. Autometi u bllokua ndërsa nënës së tij u pezullua leja e drejtimit dhe u vendos gjob. I mituri po mbahet sot në paraburgim, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet për disa vepra penale si mosbindja ndaj punonjësit të policisë, drejtimi i autometit në mënyrë të parregullt dhe shkatërrimi i pronës. Policia e shtetit apelon prindrit që të mos lejojnë fëmijët të përdorin makinat pa patent për të shmangur rrezikun për jetën e tyre, por edhe të qytetarëve. Në vim një blok shkurt lajmesh nga aktualiteti.
Një 23 vjeçar u arrestua te ura e mesit në Shkodër me doza kokaine dhe kanabisi. Në Banesë u gjetën armë zjarri, sportive të ftohta dhe sasi droge. Po nga policia e Shkodrës, në një tjetër operacion, një 41 vjeçar u arrestua pasi në Banesë ju gjetën rreth 10 kg kanabis. Atij u sekuestrua makina dhe një motobark që dyshohet se i përdorte për shpërndarje. Policia e Durrësit sekuestroi arsenal armësh dhe municionësh dhe arrestoi Shkëlqim Varakun, 59 vjeç, i cili dyshohet se e kishte trafikuar për t'i shitur në Shijak. Në Banesë ju gjetëm 2 pistoleta, 3 armë gjahu, municion, pjesëarmësh, dron, 24 doza kokainë, një peshore dhe 6 celular. Në Malësi të Madhe, policia zgjesoi një sasi të konsiderueshme filizash kanabisi të mbjella në platforma polisteroli në 2 fshatra. Në fshatin Bajz u arrestuan 3 familjar, ndërsa në fshatin Gryemir Çezm, ku u gjet një magazin me filiza kanabisi, u shpall një në kërkim dhe procedohen 2 gra. Gjatë vitit 2025 në qarkun e Lezhës rezulton se janë mbjellë mbi 1600 pemë narkotike më pak se një vit më parë, sipas të dhënave të Task Force-s vendore. Nevojitet akoma vigjilencë, kryerja kontrolleve periodike nga gjitha institucionet legjitmatuese sipas përgjegjësisë dhe sipas kompetencave ligjore që ato kanë. Amdi Xhafa, 36 vjeç, u arrestua në një lokal në Fushkruj pasi u kap me pistolet me krëhër me municion luftarak. Hetohet në gjendje të lirë edhe një 41 vjeçar, Admirant Stafuka, pronari i lokalit, për moskallëzim të këtij rasti. 2 persona nga Pogradeci u arrestuan në Përrenjas pasi kishin tentuar të marrin me forcë në automjet një 17 vjeçar, të cilin e dhunuan fizikisht dhe dëmtuan me thik. Sipas policisë, ngjarja ka motive të dobta, ndërsa i mituri është jashtë rrezikut për jetën. Një tjetër operacion u zhvillua për asgjësimin e shkëmbimeve të rrezikshëm në malin e Torovicës në Lezhë. Pas evakuimit të banorëve dhe bllokimit të rrugës, forcat xheniere realizuan shpërthimin e kontrolluar të një prej shkëmbimeve më problematik në këtë zonë. Operacioni e vlerësoi të suksesshëm. Presim për 2-3 ditë të bëjmë shpërthimin tjetër. Në spitalin e Beratit vijon puna për rikonstruksionin e disa pavioneve. Ministra e Shëndetësisë Visala inspektoi investimet që po kryhen. Strukturat tona shtetërore ofrohen falas ekzaminimet laboratorike çdo ditë. Prioritet natyral për ekzaminimet e urgjencë. Po punojmë për zgjerimin e shumëllojshmërisë të këtyre ekzaminimeve. 25 grupe gjimnazistësh po bëhen gati për finalen e madhe të Festivalit të Shkencës në 25 prill në Tiranë. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje të projekteve të prezantuara nga nxënësit gjatë fazës gjysmëfinale në 5 rajone të Shqipërisë. Interesi për paketën e maleve në Bashkinë e Shijakut është i lartë. Në ditët e para të zbatimit të ligjit janë regjistruar 54 aplikime, kryesisht në Gjepalaj dhe Maminas, me fokus zhvillimin e agroturizmit. 28 aplikime janë miratuar, ndërsa Këshilli Bashkiak pritet të mblidhet së shpejti për 26 të tjera që janë në pritje. Me hyrje në fuqi të ligjit të ri për paketën e maleve, Bashkia e Shijakut po përballet me një interes të lartë nga qytetarët për të investuar në zonat rurale, që në ditën e parë institucioni vendor është angazhuar në ngritjen e grupeve të posaçme të punës në zbatim të ligjit për të ndihmuar aplikantët në çdo hap të procesit. Që ne marrim indicie nga aplikimet që bën qytetarët tek Albania paketa e maleve Bashkia e Shijakut, aplikimet e tyre çon tek njësia administrative përkatëse dhe tek fshati përkatës, ku vëmë në DNI kryeplakun dhe kryetarin e njësisë dhe bëjmë afishimin brenda 45 ditëve të çdo aplikante. Dhe mbas 45 ditësh merret angazhimi për të bërë dhe vendimin e Këshillit Bashkiak, vetëm më pas lidhjen e kontratës me Ministrinë e Ekonomisë. Deri më tani janë regjistruar 54 aplikime, nga të cilat 28 ndodhen brenda zonave të miratuara nga Këshilli Bashkiak për paketën e maleve, ndërsa 26 të tjera janë jashtë këtyre zonave, që përfshin prona me status juridik shtetëror. Ndërsa 26 të tjera prej tyre janë jashtë hartave, çka do të thotë që do të skualifikohen, por nga ana tjetër ne kemi marrë një indicie që ka interes edhe jashtë këtyre hartave, pra që janë toka me statusin juridik shtet, por që posedohen nga qytetarët ndër vite. Dhe nisur nga kjo indicie që ne kemi marrë, do të paraqesim me vendim të Këshillit Bashkiak edhe për hargëzimin e këtyre vendeve. Rreth 90% e aplikantëve janë banorë që zotrojnë prona dhe synon të i zhvillojnë ato përmes investimeve në turizëm rural. Çdo fshat ka nga një liçen
çka do të thotë që është një potencial shumë i madh për ta kthyer zonën drejt agroturizmit. Dhe për vetë vendolljen gjeografike që ndodhet Bashkia e Shijakut mes Durrësit dhe Tiranës. Investimet e pritshme nga aplikantët arrin në rreth 20 milion euro, një shifër që pritet ketë ndikim të drejtë për drejtë në ekonominë lokale dhe rritjen e punësimit. Kemi bërë studimin e 28 aplikimeve që kanë kaluar fazën, pas planet të biznesit që kanë paraqitur, kanë të punësuar rreth 34 persona, vetëm 2 prej tyre. Imagjino dhe 26 të tjerë, dhe jam shpresplot që numri në total do të jetë mbi 100 e sa persona që do të jenë punësuar. Nëse ne do shikojmë se sa investime do bëhen me këto 28 aplikime, janë rreth 20 milionë euro që do të investohen. Interesi më i madh është shënuar në njësitë administrative Gjepalaj dhe Maminas, ku kërkesat për zhvillimin e projekteve agroturistike dhe bujtinave kanë qenë të shumta. Opozita dorëzoi në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të zbardhur përgjegjësinë e zyrtarëve të ARSH-s dhe institucioneve të tjera për dëmet e shkaktuara në infrastrukturën rrugore nga viti 2014 deri në 2025, ku janë investuar rreth 4 miliardë euro. Në kërkesën me firma të deputetëve të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, evidentohen rrugët e shembura së fundmi në vendin tonë, për cilat autoritetet kanë parë shkak rreshjet e shiut, por në kërkesë opozita thekson se ekspertë ndryshëm kanë ngritur shqetësim për mënyrën si realizohen rrugët, nga projektet e studimet gjeologjike, standardet e ndërtimit nga kompanitë dhe mirëmbajtja e tyre. Dëmtimet më serioze u shkaktuan aksin Librash-Prenjas në muajin shkurt të këtij viti, që solli edhe bllokimin e juglindjes vendit, derisa u hap një rrugë alternative. Në kërkesë theksohet se komisioni duhet të ketë 9 anëtar, 4 nga opozita dhe 5 nga majoranca me afat 4 mujor. Vijojmë arsimin. Duke nisur nga viti i ardhshëm shkollorët e nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 5-ta do të pajisen me libra të rinj pa pagesë. Vendimi u mor në mbledhjen e smërkurës nga qeveria, e cila ka akorduar rreth 43 milion lekë të reja nga buxheti i shtetit për këtë qëllim. Në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të dytë, të tretë, shtua me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë së Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9.000 nxënës, por më shumë kur flasim dhe për anën financiare, bëhet fjalë për rreth 9.000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik, një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, din t'i mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare. Përdorimi jashtë standardeve i të dhënave personale nga njësër institucionesh ngrihet si shqetësim në raportin e Komisionit për të drejtën e informimit për vitin 2025. Sa i përket transparencës, vetëm pak më shumë se gjysma e autoriteteve publike rezultojnë të përmbushin kushtet për një nivel të lartë. Institucionet shëndetësore në Shqipëri vijojnë të çojnë analiza dhe imazhe të ndryshme laboratorike, përfshirë dhe grafi përmes kanaleve të hapura të komunikimit si WhatsApp. Një praktik në dukje e shpejtë dhe e lehtë, por që Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave personale e sheh me shqetësim. Një praktikë e tillë konsiderohet e palishme për shkak se shkelen të dhënat personale, ku hyn edhe analizat dhe gjendja shëndetësore e një individi. Raportin vjetor të Komisionerit depozituar në Parlament vëren një sër problematikash me trajtimin e të dhënave personale. Mungesa e politikave të qarta, e procedurave të standardizuara dhe burimeve të mjaftueshme njerëzore e financiare pengojnë zbatimin efektiv të sistemit të menaxhimit të sigurisë dhe informacionit, vlerësohet në raport. Një situatë e tillë, sipas komisionerit, vështirëson identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacionit, si dhe përputhshmërinë me kërkesat ligjore. Edhe të dhënat e tjera mbi transparencën e institucioneve publike nuk ofrojnë ndonjë panoramë shumë premtuese, ndonse ka një rënje të numrit të ankesave. Zyrtarisht, me një nivel transparence të lartë janë 149 autoritete publike, ndërsa pjesa tjetër gati gjysma ndahen me një nivel transparence mesatare 102 institucione, me nivel transparence të ulët 32 autoritete dhe me një nivel transparence minimale 1 autoritet publik. Gazetarët vijojnë të jenë kategoria që kërkon më shumë informacion, me 2979 kërkesa dërguar gjithsej, pasuar nga shoqëria civile me 1051 kërkesa gjatë vitit 2025. Komisioneri deklaron se nga 13029 që janë dërguar,
11.017 kërkesa kanë marrë përgjigje. Erdhëm në fund të edicionit qendror të lajmeve për mbrëmjen e sotme në Report Televizion. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Vijoni qëndroni me ne, pas pak vjen Denis Minga me Re Politics. Shikim të këndshëm, bashkë më pasqe.